Vijojnë kontrollet për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Fal inteligjencës policore, kapet në flagrancë një 19 vjeçar që shpërndante lëndë narkotike në dhërmi. Sekuestrohet një sasi lëndë narkotike kanabis, një pjesë e ndarë në doza gati për shitje. Seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në kuadër të punës për evidentimin dhe goditjen e rasteve të shpërndarjes së lëndëve narkotike, veçanërisht në zona turistike. Pas marrjes së informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, organizuan kontrolle në fshatin Dhërmi, ku si rezultat u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me iniciale PP, 19 vjeç, banues në Lushnjë. Gjatë kontrollit personal dhe në banes, ku ky shtetas qëndronte në Dhërmi, policia i gjeti dhe sekuestroi 64 doza me lëndë narkotike kanabis, të cilat ky shtetas i shiste kryesisht në lokalet e natës. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve.